e këtyre zgjedhjeve. Ishte i prishëm, normalisht besoj që ju keni punuar shumë për këtë rezultat që arritet në këto zgjedhje, por si e gjykoni? E para, çështja e legitimitetit ishte në zgjedhjet parlamentare, ku për herë të parë ndodhi ndryshimi pas 22 viteve, dhe legitimitetin sovrani vendosit të jep vlenit të përfaqëson në qeveri. Mirë po, shokët e dikushëm të me, më thonë për shkak se 22 vite në qeverisje, s'mund të ballafaqohen me atë që janë në opozit, edhe imponuan për këto zgjedhje lokale çështjen e legitimitetit, të referendumit, pra për gjithçka fliqin, po jo për zgjedhje lokale, jo për komunat, që më parim pra kur i udhëheq komunat, dikun 13 komuna nga 17 sa janë pjesën ndërmuese i ka pas Bashkimi Demokratik për Integrim, më parim du t'jep një raport dhe mandej del me vizionin programin, duke mos pas punë brenda 4 viteve, apo edhe më herët, duke mos pas vizion, ata flitnin për referendum, legitimitet, botën sërbe, s'di çka tjetër. Ka qenë diskurs në nivel qendror. Ndërsa diskursi jonë ka qenë në zgjedhjet parlamentare flasim për tema parlamentare, për tema shqiptare, tema republikane, mbarkombëtare. Ndërsa në zgjedhjet lokale ne kemi vlerësuar që votuesi kërkon, më thonë, një program të mirë, një vizion të mirë, një jetë më të mirë, një standard më të mirë. Dhe kjo ka qenë qasja jonë. Mendoj se u kuptu mirë kjo nga votuesi dhe faktikisht u vërtetu fitoria e para 15 muajsh në zgjedhjet parlamentare, pra shqiptarët në Maqani kanë vendos të japin shans një gjenerate të re edhe në nivel qendror dhe në nivel lokal për hir të konkurrencës, për hir, domethënë, demokratizimit skenës politike, dhe që pas 4 viteve apo 3 vite sa ka mbet, çdo qytetar shqiptar në Maqani të ketë mundësinë e krahasimit ndërmjet kaluarës, aty tabori dhe këtij tabori, duke i vlerësuar në punë, në ide, në program, sepse deri tash nuk e ka pas atë mundësi, ka pas një lloj monopoli politik ose kanë qenë shumë të shpërndar. Pra, kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, nuk di me qëllim apo jo, domethënë zoti Ahmeti dhe AKI-ja fokusin e vendosën që shumë me rëndësi ose të rëndësishme janë Tetova apo Saçërisht Çajiri, Shkupi, tjerat janë më pak të rëndësishme. Dhe ne edhe këtë sfide pranum, edhe sot pra Çajiri u mbyll në raundin e parë, Tetova është me një përsi mbi 4.000 vota, pra më veç është çështje e kryme, është çështje formale, dhe po ashtu, domethënë, ne vetëm në raundin e parë kemi 5-6 komuna të fituara. Dhe unë e kom deklaru edhe ma herët që humbësi më i madh i këtyre zgjedhjeve do jetë zoti Ahmeti, i cili qeveris me 90% komunave dhe mbrëmjen kur do numërohen votimet do del me 1 apo 2 komuna rurale të fituara. Pra BDI ka fituar vetëm në Likov. Çashka është për ta vlerësuar që për herë pa ka kryetar shqiptar, është kandidati i përveniencës atyne, po mendoj se matësia jonë se ne s'kemi nxjerrë kandidat aty, e kemi ndihmuar procesin që për herë të parë të ketë shqiptar dhe bartësi i listës në këshill është nga radhët tona. Pra nuk mund të llogaritet që Çashka është AKI.